Alena fjallë të Atoni, një ushtarë maj miri, i dalun fort, sa këtu. Manzaranın muhteşemliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda çok mutluyum ve çok duygulandım gerçekten. Çünkü üzerimde gerçek bir UÇK üniforması var. Size bahsettiğim gibi misafirimi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Përshëndetje Arton, mirëserdhe. Përshëndetje Azge, mirë se u gjet. Faleminderit shumë. A mundesh me na tregu kush është Arton Mazreku? Azge, faleminderit për ftesën së pari, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit. Unë jam Arton Mazreku, vij nga qyteti i Malishevës, me profesion jam aktor, kështu që vazhdoj edhe sot me këtë profesion. Arton, e dim që je aktor, ke marrë pjesë në për filma të luftës. A mundesh me na tregu për karrierën tënde, për këto filmat e luftës që ke marrë pjesë? Është një film tash i luftës që kemi përfunduar dhe më me trashë gjatë, është filmi Dasma e Molev, me regji tek Animel Bytyqi të Lalushit. Është një temë luftës dy shok ngushtë, se si kanë ardhur në luftë për Gërvetit edhe njëri prej tyre bie dëshmor. Kështu që filmi ka temën e luftës vitet 88-89, filmi është metrazh i gjatë, dikon 2 orë 20 minuta. Tash fillimisht e kemi shpërndarë nëpër Evropë, nëpër kinemat evropiane ku janë shqiptar. Kështu që shpresojmë ta qesim edhe në Stamboll ku ka shqiptar, që ta shohin filmin e ushtrisë ligjore të Kosovës. Me zi po presim. Përshëndesën ke shqiptar e Turqisë dhe Stambollit e ku janë atë. Faleminderit shumë. Ti je lidhur me Turqi, shkon shumë shpesh në Stamboll, Arton. Na tregon edhe për pjesën e karrierës tënde, çka të lidh me Turqi ty? Po, profesioni jam edhe që unë du këtë artin, kështu që komandova dhe unë më kyç edhe në Stamboll në filma, në serialet e turke të Stambollit, Turqisë, serialet e Turqisë, kështu që më lidh më shumë se tash do fillojmë edhe një serial atje, një film. Shpresoj që do ta shihni edhe ju. Se jo. Turqi, domethënë fillimisht kam shkuar në Ankara. Jam taku me aktorët e serialit Beni Afet. Atje kam filluar bashkëpunimin. Kështu që tash jam në Stamboll edhe shpresoj një surprizë do ta shihni edhe ju për shqiptarët e Stambollit. Na vjen mirë shumë. Po unë jam interesuar edhe dim që nuk je vetëm aktor, por diçka që më tërheqi mua me bëj intervistë me ty është që ke qenë pjesëmarrë në luftën e Kosovës. Si ka qenë atmosfera aty? Lufta, më kthin kujtimet luftës, lufta është e dim tonë që ka dhimbje, po krenari është kur e fiton luftën, e fiton betejën, po luftën e Kosovës i kam pas vetëm 17 vjet e gjys. Liri e kanë. Kështu që në atë kohë, domethënë, është epoka dhe koha më e mirë jam kur unë kam pa prej një regjimit që ka ardhur liria. Do thënë me kohën tonë dim që me kohën në kuptim të Serbisë edhe kam pritu, e kam pa si ka ardhur liria në atë kohë. Kështu që 98, 99 edhe filmin e UÇK-s që kemi përkushtuar luftës, me fol për luftën, me të kthyer në atë kohë, me të thënë drejtën, ka shumë kujtime dëmshme, për arsye se kanë rënë shumë dëshmorë, shumë familjarë kanë humbur jetën derisa ka ardhur liria, prej familjes të Adem Jasharit, shumë herojve të tjerë, dëshmorëve të tjerë që sot na kanë sjellë lirinë, lavdigjet e dëshmorëve të kombit, fal tyre na sot jemi të lirë. Kështu që unë jam pjesë e luftës, e kam drejtuar edhe vetë luftën në 99, domethënë kur ka përfunduar lufta, edhe e kemi gëzuar lirinë, nuk ka do këtë një botë tjetër, një jetë tjetër. Kështu që ato kujtime janë shumë të mira, në atë aspektin se sot jemi të lirë. Sa i përket filmit që kemi bërë luftës, jemi mundu sot dhe pak mja përkushtu, me qenë se shumë pak, sot dhe shumë që banë për filmin, banë shumë pak për dëshmorët. Se aty kallëzohet një temë e luftës, edhe një histori e luftës, edhe një ngjarje që ka ndodhur në të vitet 88-89. Filmi Dasma e Molev është sot dhe pak shqiptarët e gjojnë një pjesë të shpirtit të tyre në atë film. Filmin tash e kemi, që tash dhe parë, kemi qita për Cineplexat të Evropës ku ka shqiptar. Po, ëndra edhe amaneti dëshmorëve nuk, do të thonë, do të më vazhdu më që u deri në fund, kështu që tani vendosa me shkollën luftën e Maqedonisë në 2001, kështu që atje ka marrë pjesë në luftën e Maqedonisë në 2001 me shumë bashkëpunëtar, shumë shokë prej Kosovës, cilësat dhe në atjavë dëshmorë, luftës edhe së të këzëm lirin, vazhdojmë jetën. Arton, apo na tregon çfarë ndjenje ka qenë me vesh uniformën e UÇK-s?
është një ndjenje pa përshkrueshme me vesh uniformën e OÇK-s, sidomos në atë kohë kur ke nis me bon diçka për liri, edhe e ka një ndjenjë shumë të veçantë se kur ta vesh uniformën e kujton edhe krenarin, po shumicën e kohës i e gjithmonë duket sikur je fitimtar, domethënë se e di se diçka ke marrë, ke vesh për lirinë e vendit tënd, edhe për atë arsye je shumë energjik, je shumë pozitiv edhe je shumë ndihesh mirë që edhe nëse jep jetën, po diçka po paktën liria ka më ardhur edhe është një diçka që e pritet shumë mirë. Ka shumë emocione me veshën e uniformën e OÇK-s. Ka shumë histori që përshkruan përreth kësaj embleme. Cila ka qenë momente më i vështirë gjatë luftës që ke përjetuar ti? Momentet e vështira janë kur i humb shokët e luftës, kur je bashkë me ta dhe të nesër nuk je me ta. Ato ditë janë shumë vështira. Ditë më të vështira me të vërtetë janë kur i humb shokët e luftës, edhe të nesër nuk i qef me kujtu atë ditë, sepse e ke humb një shok që i koni pandashur me tonë në luftë, gjatë rrugtimit luftës, edhe ato ditë janë shumë vështira me të vërtetë. Mirë po, është një krenari kur i kujton ata se si kanë qenë, si kanë luftu për vendin, edhe t'i kujtojmë nga për vjetore, mos t'i harrojmë familjet e tyre, mos t'i harrojmë familjet e dëshmorëve. Ata janë njerëzit që sakrifikuan më shumë ti për lirinë neve, se sa jemi të lirë, dhanë jetën e vet për na me qenë të lirë. Kështu që është shumë vështirë me fol për ta në atë kuptimin se sot do me kaj fort prapë kjo dhimbje, se e di që sot nuk janë mesin tonë, edhe kur e di se se kanë e dhënë jetën, mirë po kur u pagzu liria me emrin e tyne, atëherë është një lehtësim edhe për neve. Kur shkon një shok i luftës edhe takohet me familjen e tyne, ata mendojnë që të shohin edhe djalin e vet, po familjen e vet që e ka bashkë krah për krah. A ka pas një moment në luftë që ke menu u kry kjo jetë? Jeta e shkon deri këtu. Me fol drejtën, ato çdo moment je i vdekur thoya. Përderisa je non-stop në luftime ose non-stop në pozicionet e luftës edhe në luftë, domethënë sekundi është i madh për jetën. Kështu që ato çdo moment është i vështirë, çdo moment është vdekje për arsye se ti je non-stop, domethënë çdo ku je mballafaqe me luftimet. Atëherë ato janë momente kur ti e mendon që sekundi është i madh, do të vdes mas 1 minuti, mas 2 minuti, po të paktën vdes të mbrojt vendin. Si je ndi, domethënë, kur u kuptua që mbaroi lufta dhe erdhi liria? Që kjo është kryesorja, ju keni luftu, domethënë, keni bërë gjithçka për këto troje. Tani ç'ish u ka ndaj ndjenja jote? Ato ndjenja janë prapërshkrueshme, sepse kur u fitu liria dhe kur u largu okupatori serb prej Kosovës, gjithçka filloi prej zeros, gjithçka filloi me kon liri, meqense në atë kohë ata nuk kemi mujt me dalë lirshëm në qytet, lirshëm nuk kemi mujt me shku te familja të dajt, se kanë dalë në rrugë, kanë rrejt, kanë maltretu. Dhe më masurës 6-7 s'ke guxu me dalë prej shtëpisë. Edhe kur fitu liria, kur dilshëm dhe më mbrëmje të bëshim krejt ata çka kishim shtu, viziteshëm shoqëninë, ato kanë ndjenjë e papërshkueshme dhe është diçka që jetë pjesa jetës më e mirë që ajo ku mas luftës kur kemi jetu. Tash është domethënë luksi është ekstrem, gjithçka është mirë, gjithçka është ndryshe, po ajo pjesë kështu ta mendosh me thonë që ajo pjesa më e mirë e jetës tam që e kam përjetu. Mbaroi lufta, kaloi disa kohë, si e vendosë ti më bë aktor dhe këtë karrierë që është vendosë? Artin e kam dashur gjithmonë, edhe si fëmijë, edhe jam inspiruar shumë prej filmave të Shqipërisë. Atëherë realisht kur me ta zonë regjimi serb në televizion shqiptar të e këshyr e ke hangër burgin, edhe unë e kam pas televizionin shqiptar që kam këshyr filmat Liria vdekje, kam këshyr filmin Hyrdenetet e gjata, shumë filma të tjerë Shqipërisë, kështu që e kam dashur këtë artin si fëmijë, edhe kur ka pas diçka me komentu rreth filmat të Shqipërisë, më bashkë mua atë komentoj diçka në për filma çka kanë ndodhur, çka kanë thonë. Kështu që e kam dashur artin edhe kam vendosur po ja si fëmijë kam dashur, po mas luftës e më punuja diçka derisa realizova këtë ëndër që unë sa bëma këtu. Tepër mirë. Edhe jam krenar që kam rrinë me bëni film se do pak për luftën e Kosovës, për vendin tam, kështu që
nuk do të ndalëm, kemi vënë shumë filma të metrazhe të shkurtë, domethënë jetimet e luftës, çka flitet për luftën, edhe do të vazhdojmë prapë, është një film tjetër, Bomba, i cili është tema e luftës. Jem. Ka qenë edhe kinemat evropiane, tash do të jetë filmi tjetër, cilin është Vjeshta kuqe, edhe ajo është i përfunduar, edhe ai do të jetë domosdoshmë metrazh i gjatë edhe ajo. Daj marrë kështë, hajde. S'ka marrë, më këni marrë, kur ma këni vra grunë. Daj me marrë, hajde, të bezë. S'ka marrë. Stari, po nisë shtu. Po kuptoj. Ti s'po kuptam, hajde. Quti! Tjetane për kinemat evropiane, cilën do ta shohin Evropa, bota në ta sheh pak çka ka bërë gjenocidi serb mbi shqiptarët. Kështu që nuk e kam ndërmend mund dal. Sukses, e shpresojmë që edhe në Turqi, tramet po, në seriale. Faleminderit inshallah. Arton, çka mendon për këto filma të UÇK-s? Do të them pse edhe shqiptarët e Turqisë mendojnë kështu. Ka shumë pak filma që tregojnë për historinë e UÇK-s, për historinë shqiptare. Duhet me pas më shumë. Ne kemi dëshirë për me pas më shumë. Ç'është do këty? Po normal, prej se me bëni film prej Hollywoodit që e bojnë ata, jo pse na kosovarë, për nëse kosovarë me morë pjesë si kemi qenë si ushtarë, po prej se me bëni film Hollywoodi për familjen e Adem Jasharit, sepse aja pikërisht është aty që a fillu themeli lirisë edhe është që nuk di pse deset nuk është bon. Me qenë se na në Kosovë me ato mundësi sa kemi, nuk po ndalemi të bon projekte të filmave, dhe me thonë dhe të Kosovës në ngjarjes vërtet si shka ndodhë, qenë se kemi tema shumë, dhe me thonë raste shumë trona, që mujna mi marrë, mi qitë, mi pa tjertë, se kanë rrë fëmijë, kanë rrë gra, kanë masakru, me realizu një asi skena, si diçka, me vërtet do të me po mosha e re, për me ditë që kanë bërë gjenocidi serb. Për me vedisu edhe rinin që liria nuk ka ardhë në paket, po është fitu me djerës edhe me gjak. Liria ka emër? Ka emër liria. Arton, si përjeton ndarjen mes jetës reale si ushtar dhe si aktor që luan rolin e një ushtar? Si përjeton ndarjen e dy roleve. Kështu që ndoshta nuk mundesh me nxjerr kur ato që akti e ke përjetu për me qitë në film. Se ndryshe e përjeton reale, ndryshe është me bën filmin. Po është një dallim shumë i madh se në filma e rregullojmë që dojmë. E kthejmë skenën edhe derisa del mirë. A në luftë s'ke pas mundësi me kthy kur gjë se një plom ta ka marrë jetën. Kështu që si ta rrugë e armë në dorë, më duket që jam prapë në luftë, më duket që jam prapë ku jam kanë, duket që vi shoh këtë shok të luftës. Cilat janë projektet të ardhshme? A mundesh me na tregu pak? Është ajo shumë? S'ke qef, po? Projektet e ardhshme, mendoj që do të jam edhe në Itali. Me të drejtën më kanë propozu për një film ato që do të bëhet për Hollywoodit, dhe më kanë përzgjedhur që ti do të jesh pjesë e kësajna, e cilin ka marrë pjesë 2 herë në festival të Venecës, jam taku me aktorë të Hollywoodit, Monica Bellucci, Brad Pitt, Nicole Kidman, e shumë tjerë, kështu që kam edhe ftesë tjetër në festival të Cannes, më 25 maj, cilin do të jem, dhe të shoh në të ardhmen, do të jem në seriale turke Kismet, patjetër. Edhe faleminderit Arton që more pjesë në intervistë dhe kapur që ne kemi me vete. Dhe faleminderit për këto teshat. Jam kënaqur shumë që mbajta sot këto. Kapela është që e mojë në për filma, kështu që e du shumë. Unë kam një dhuratë për tyja. Po, faleminderit shumë. E adhuron ti se është
ka bëjë me Bravo. senat e vjetrave. Është një lek i cili Sa e bukur. Më pëlqen shumë, faleminderit shumë. Shumë vesh kështu. Sot tepër mirë po ndina. Qëra ambientin, qëre temën që pe polim, Exact. dhe që shkem vesh. Faleminderit shumë. Është tepër e bukur. Ezge, pasi ti e dëshiron shumë uniformën e QK-s edhe ke dëshirë me pas, kështu që publikisht po të them edhe po të tentoj që kemi shku me vota foto profesionale me amblemë të QK-s edhe me tesha me uniformë komplet. Faleminderit Kështu që mirë se shumë. vjen. Faleminderit shumë. Shumë premtimi i mirë, që më pëlqen shumë, tepër. Röportajımızın sonuna geldik. Ben çok keyif aldım. Zaten böyle bir ortamda keyif almamak mümkün mü? Bu kıyafetlerin içerisinde müthiş gurur duydum. Misafirimiz öyle çok değerli. UÇK'da görev almış. Eski savaşçımız karşımızda. Ve ben yani bugün gerçekten müthiş mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni konularda buluşmak üzere. Përshëndetje për këtë qytetarët e Stambollit. Shihemi herë tjera.